Parkingu në qendrën klinike vazhdon të jetë një sfidë për pacientët, po edhe për të punësuarit, edhe pse është premtuar disa zgjidhje, ajo nuk erdhi kurrë. Për mungesën e vend parkimeve, biseduam me disa qytetarë, të cilët kishin ardhur në qendrën klinike Nën Tereza për të marrë shërbime shëndetësore. Ata thonë se gjetja e një vendi për parkim është bërë një sfidë e përditshme, duke u shkaktuar vonesa edhe në arritjen e termineve të caktuara tek mjeku. Sipas tyre, në shumë raste u duhet të kalojnë më shumë se 30 minuta, duke kërkuar një vend të lirë për të parkuar veturën. Ovdje je stvarno golem problem da najdeš parking, međutim se snodnjame nekako. Këtu me të vërtetë është problemi madh të gjesh parking, por disi gjindemi, humba më shumë se gjysmë ore derisa gjeta parking. Pa ima, samo. Po shohidan mi se kuj mesec. Po, ka çdo herë, pasi që vi çdo muaj për të marrë shërbime shëndetësore, gjithnjë kam problem. Shëtitëm mbi gjysmë ore për të gjetur një vend të lirë parkimi. Mnogo teško. Shumë rënd, humba gjysmë ore për të gjetur vend të lirë për të parkuar. Përveç ankesave, qytetarët kanë edhe kërkesa konkrete ndaj institucioneve kompetente. Ata vlerësojnë se ka ardhur koha që ky problem të marrë një zgjidhje përfundimtare. Da se na prej neko garazh atu. Të ndërtohet ndonjë garazh, këtu ka hapësirë, mund të bëhet një parking me kate. Da se bara rešenje. Të bëhet zgjidhje me parkingun këtu, të jetë i qasshëm në çdo kohë për secilin. Pa treba se napravi. Duhet të ndërtohet parkingu, është koha që përfundimisht të zgjidhet problemi. Zgjidhje për problemin e parkimit dhe kaosin që krijohet çdo ditë në qendrën klinike Nën Tereza kanë premtuar pothuajse të gjithë ministrat e shëndetësisë ndër vite. Megjithatë, pavarësisht premtimeve dhe paralajmërimeve për projekte të ndryshme, pacientët, familjarët e tyre dhe punonjësit vazhdojnë të përballen me të njëjtin problem.